nuk i shkon me partnerin që kishte zgjedhur për bashkëshort dhe për babain e fëmijës apo për gruan. Me sa duket as së bashku nuk i shkoi përderisa. Jo, më se nuk jam kundra që njerëzit vazhdojnë jetën dhe njohin njerëz të rinj as pak. Po për shembull, marrim rastin specifik të Ledrit. Sa u bë baba, e kupton, nuk i jepte dot një mundësi marrëdhënies së tij të përpiqej në çdo formë ta zgjiste. Ose nuk e vi nga një familje e divorcuar. Gjëja e parë kur prindrit e mi më kanë thënë që do divorcohemi, pse se keni bërë më para. Unë mendoj që nëse marrëdhënia midis prindërve nuk shkon, fëmia shpëton kur ata të dy ndahen. Në moshë shumë të madhe me mua. Unë kam rastisur si Sarën, se Sara jemi në një lagje me Sarën dhe kam thënë ju çash një gjë, ha pra tani. Ja ta shpjegoj. Çash diçka kaq e madhe që këta duhet të ndahen, çfarë nuk shkon. Tani nuk shkon, nuk janë arsye që janë ndarë të gjithë njerëzit e tjerë, dhe ishin në krevatin e tyre që i pan. Ka humbur pak vlera e familjes, ka humbur njerëzit. Për një gjë më të vogël po ndahemi ne. Po tregoj rastin që nuk e dim gjëja më e vogël apo gjëja më e rëndësishme me këta persona. Se kemi qenë me ata. Dgjoj, un kam qenë me shepen e shepen edhe ju. Un kam rastisur me Sarën dhe Pojin i kam parë së bashku dhe e shikoj gjithmonë Pojin që është ashtu e lumtur, duke luajtur, duke Sara që i ri gjithmonë e përkëdhel në atë gjën e vet, më kupton? Dhe rastësi kam rastisur edhe me Ledrin dhe pra Poji ka qenë po njësoj. Kur unë shikoj një fëmijë që po rritet në një mënyrë kaq të shëndetshme dhe pse dy prindër janë të ndarë dhe prindrit kanë arritur të kenë një bisedim shumë të mirë për fëmijën, unë them që kjo është idealja, se nuk është mungesë familjeje kjo. Ajo ka një mama, ajo ka një baba, të cilët janë të dy aty për atë. Mirë, kam një pyetje për ty. Pse e mendon që duhet ta bëjnë këtë sakrificë? Pse duhet jetojnë në një sakrificë dy të rinj që sa janë bërë prindër? Sakrificë është që unë të jetoj me ty dhe të jem fake i lumtur për fëmijën tonë. Se ndoshta e morën pak specifikisht këta. Ta flas në të përgjithshme se ndoshta nuk po bëjmë mirë. Po kur janë dy të rinj dhe sa janë bërë me fëmijë dhe ne nuk dim diçka të madhe që ka ndodhur, flas një trashëgi shumë e madhe, dhunë në familje. Po dhe mund të ketë ndodhur, por ne nuk e dim këtë gjën. Nuk e dim, po nëse kemi të bëjmë vetëm me gjëra të vogla, njeriu të jepet një shans për familje. Nuk është gjë e vogël harmonia, sepse harmonia me një person është gjë më kryesore. Sot mbaroi dashuria, mund të sakrifikosh për tjetrin, nëse ti nuk je i lumtur, fëmia jot nuk është i lumtur dhe nëse bashortja apo bashortja nuk të bën të lumtur dhe kemi debate, ti do ta nxjerrësh në një farë mënyrë, në tjetrën do t'ia nxjerrësh fëmijës, do ta tregosh energjinë që nuk je i lumtur më me babin ose me mamin dhe do ta kuptoj. Pra, siç erdhi mua momenti dhe i thash duhet ishin ndarë shumë vite më para, unë do kisha një motor ose një vëlla nga të dy palët. Okej, ndoshta ata kanë pasur arsye madhore, po. Shikoj se e di që ju preki shumë kjo ndarje. Po ka raste që bashkohen. Po kaloj te një bashkim.